ajo nuk tha lideri, po tha një prej liderave. Ajo ka zgjedhur me shumë kujdes fjalët e saj, sepse këtë punë bëjnë sekretarët e shtetit sikurse bëj dhe unë. Ajo nuk tha lideri, po tha një prej liderave. Dhe ka një dallim të madh këtu. Kur thua lideri, është në njëjës. Po lider në këtë kontekst, ajo e krahasoi me Jerry Adams. Dhe ky është një krahasim shumë i rëndësishëm. Lideri i një grupi që urojmë të udhëhiqte kombin e tij drejt rrugës së lirisë, një drejtues, një udhëheqës. Kjo është fjala që ka përdorur dhe presidenti Clinton me të, Madeleine Albright edhe unë. Ne donim që ai të kthehej në një udhëheq si një kombi që më pas do të ishte me shpresë i lirë. Me që më pyetët për shprehjen dhe ju thatë lideri, unë po ju korrigjoj. Unë e dëgjova që tha një drejtues.